Sot kemi ardhur në Ferizaj tek fushata e LDK-s, domethënë është Ymir Abdixhiku edhe Vjosa Osmani pritet me ardhur. Kemi tentuar me pyet ish presidenten rreth deklaratave që u bënë gjatë fushatës së lëvizjeve të vendosje, ku përmenden edhe temat si Frizerg, ku qeshi edhe Glauko Njufsa, pastaj u arsyetua, tha se pyetja ka ardhur prej një pseudo gazetari, u dëshmua se ai ka qenë mbështetës i lëvizjeve të vendosje edhe më herët. Gjithashtu kemi tentuar me pyet zonjën Osmani nëse mendojnë që LDK-ja ka mi pas këtu zgjedhje mbi ose minimumi 30 deputet që me propozu emrin e saj për presidente. Zonja Osmani ja kishte dashur me komentu shkurt deklaratat që u bënë në fushatën e vetëvendosjes ku ishte prezent edhe zoti Kanjufsa. U aludu që çto termet. Kemi mandikuar me fol me qytetarët e veç këta kanë rëndësi. Bashkëbisedimi i zotit Abdixhiku dhe zonjës Osmani po vazhdon me qytetarët këtu në Ferizaj, nuk u përgjigjen saktësisht konkretisht në ato çka i kërkum zonjës Osmani për fushatën e lëvizjeve të vendosje, deklaratat që u bënën ku ishte prezent edhe zoti Glauko Njufsa. Vazhdoni me na ndjek te Gazeta Nacionale nëse keni ndonjë pyetje për ndonjë lider ose ndonjë kandidat për kryeministër ose qoftë edhe për deputet, shkruani në komente dhe ne do të shkojmë aty ku ju na propozoni.